Xheneti, të nderuar vëllezër dhe motra, prej nesh dhe prej çdo muslimani kërkon kërkon seriozitet, përpjekje, nga se nuk është thjesht një iluzion, apo një dëshirë e thjesht e kaluar në mendjen e dikujt. Është qëllimi, siç e thash, më madhor i çdo kujt që i bindet Allahut subhanahu wa ta'ala, por për të duhet bo izmeti. Për ta fitu xhennetin e përhershëm, duhet me e jetu xhennetin e kësaj dynjaje. Dhe xhenneti i kësaj dynjaje është bindja ndaj Zotit, është ëmbëlsia e të besuarit në Allah, e të nënshtruarit dhe dorëzuarit përpara Zotit subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ata që besuan dhe bën vepra të mira, për ta, thot Allahu, thot, vend banimi i përhershëm janë xhennetet e përhershme. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa janna. Garoni në faljen e të Madhit Zot dhe në xhennetet e përhershme. Të gjitha këto janë lajme nga krijuesi i gjithësisë. Wa man asdaqu min Allahi qila. E ku ka lajme më të sakta, apo lajmëtar më i sakt dhe më i drejtë dhe më i vërtet se sa Allahu Dhul Xhelal?